Përshëndetje të gjithëve. Pra këtu shikoni se si organizohet një atelje ose një zyre informuese për kulturën dhe historinë e citadelës ose qytetës kalas së Belfortit. Pra është Belvete, është Muzeu i Historisë, Lion de Bartholdi, ka kafe restorantin, ka terrasat, ka parkingin, pra këti ka të organizuar në mënyrë perfekte. Këtu është edhe një fletë, shikoni pra, se si është komplet ky vend i organizuar, domethënë ja si promovohet kultura turistike, ekonomike e këtij vendi në Francë. Marrim shembull ne si popull shqiptar, kudo që jetojmë, qysh me i tërheq turistat për këtë botës me ardhur me vizitu këtu. Ai kur vjen një musafir, ai ka mund me hongër në restorant, ka me pagu, ka me tregu njerëzve, ka me fjet në një hotel, pra ka me pagu shërbim. Kjo është shumë e bukur. Vin turista nga gjithë bota, është shumë gjë faleminderit.